përgjigje. Unë jam Ustad Gjebeto, apo siç më njihni ju, Gjaxhi Gjebeto. Klubi Rotarian i Tetovës, ashtu si edhe vitet e kaluara, edhe këtë vit për festën e vitit të ri, u kujdes të organizojë aktivitete për nxënësit e Tetovës. Në Qendrën për Kulturë në Tetov u grumbulluan rreth 500 nxënës të klasave të ulta të shkollës fillore Liria në Tetov, të cilët me shumë vëmendje dhe dashuri përcollën shfaqjen Pinoku. Kjo ishte një shfaqje interaktive me karakter edukativ, të interpretuar nga grupi Pinokjo, të cilët krijuan një atmosferë të këndshme për të pranishmit. Si vazhdimësi e aktiviteteve që zakonisht klubi Rotarian i Tetovës i organizon në dobi të komunitetit. Kësaj radhe ne vendosëm që të sjellim buzëqeshje në fytyrat e fëmijëve për klasave të para deri në klasën e 5, duke organizuar një shfaqje për ato që ishte shfaqje e Pinokjut dhe siç vërejtët edhe ju vetë fëmijët ishin tepër të lumtur. Në emër të shkollës sonë shprehim mirënjohjet tona të sinqerta ndaj klubit Rotarian dhe Teatrit Pinoku për bashkëpunimin, për kushtimin dhe kontributin e çmuar në realizimin e këtij aktiviteti të veçantë për nxënësit e shkollës tonë. Mbështetja dhe angazhimi i klubit dhe Teatrit Pinokjo kanë sjell gëzim, edukim, buzëqeshje dhe momente të veçanta për nxënësit, duke dhënë një shembull të shkëlqyer humanizmi dhe bashkëpunimi në shërbim të gjithë komunitetit. Unë i falenderoj përzemërsisht dhe ju uroj suksese të vazhdueshme në misionin fisnik të tyre që posaçërisht na ka zgjedhur shkollën tonë. Pas shfaqjes, babagjyshi ndau dhurata për të gjithë fëmijët, që reflektoi shumë pozitivitet tek ata dhe u ndan shumë të kënaqur nga ky organizim i klubit Rotarian. Përndryshe, klubi Rotarian i Tetovës funksionon në kuadër të Rotary International dhe gjatë gjithë vitit e veçanërisht në vigjilje të vitit të ri organizon aktivitete të ndryshme në dobi të komunitetit. Antarët që e përbëjnë klubin janë personalitete të njohura nga fusha të ndryshme në Tetov.